Kërkesa e firmosur nga Altin Dumani, i cili nuk është më de jure drejtuesi SPAK, drejtuar kuvendit për Belinda Ballukun, shqert asnjë një përplasje politike me Edi Ramën. Altin Dumani, në shkresën e fundit si drejtuesi prokurorisë speciale, ka rritur dozën e akuzës, duke i marrë mbar të gjithë tenderët për t'i cilësuar si të trukuar dhe me shkelje ligjore. E gjithë kjo, më shumë se sa një lëvizje juridike për të siguruar provat e duhura për një rast penal të veçantë, është një sulm politik ndaj qeverisë dhe përkatësisht një sfidë ndaj Edi Ramës. Ka më dyshim se për këtë luftë që ka ndërmarrë kreu i larguar i SPAK, ekziston nxitja e ndërkombëtarëve, posaçërisht e amerikanëve, por kleçka këtu është se cili është objektivi apo objektivat e kësaj lufte. Njëri dihet dhe e kemi thënë disa herë, synon presionin ndaj mazhorancës për të arritur shtimin e mandateve të prokurorëve të SPAK, që për cilën Edi Rama ka dhënë përgjigjen përfundimtare të dielën se nuk do ta kryej. Atëherë duket se amerikanët kanë kaluar në pikën e dytë të planit, ose në planin B, i cili konsiston siç duket në zbritje në fushë të Altin Dumanit si një lojtar i fortë publik, si rival politik i Edi Ramës. Siç duket, kjo lëvizje po merr formë dhe duhet që shpejt të kthehet në një manovër konkrete. Atë aset që Dumani ka në mbështetjen publike, shkresa drejtuar kuvendit nuk është gjë tjetër veç se një ftesë dueli me Edi Ramën, duke i treguar qëndrimin e tij publik mbi atë që qeveria bën me fondet publike, që nga rrugët e deri tek akshi. Me një fjalë, jemi në një fazë ku Dumani po bëhet gati të zbresë në fushë si lider i opozitës dhe alternative Edi Ramës. Nuk është as pak rastësi që kreu i larguar i SPAK ka patur disa takime në rrethet të ndryshme të vendit me pjesëtar komunitetesh, kryesisht të rinj, për të promovuar veten si një orator publik. Po ashtu, intervistat që ka bërë gati në televizionet dhe gazeta synojnë ta formsojnë diskursin e tij në një kuadër më të gjerë se sa ai një prokurori që merret vetëm me procedura. Për këtë duket se Altin Dumani ka marrë okay nga amerikanët, të cilët nga ana tjetër kanë kurdisur edhe të gjitha rrëmujat në PD me qëllim që të bëjnë të mundur largimin e Sali Berishës, qoftë pritja e gazmendbardhit në Amerikë nga një asistente e prokurorit të përgjithshëm të SBA-s, qoftë lëvizja e Salianjit apo protestat e Adriatik Lapajt, nuk janë gjë tjetër veç se copza të një puzzle-i të ri amerikan që po sfidon Edi Ramën drejt një fundi apo ndryshimi politik të madh.